I rikthehemi në këtë pjesë të dytë. Zaloshna, tani fjala për ty për sondazhin që ka realizuar këto 2 ditë. Kuptohet që ishte... Pyetja është, a duhet bërë projekti apo jo? A duhet vazhdojnë ndërtimi i resortit në resortit turistik në Zvërnec. Pra, ende nuk e dim projektin, se vetë kryeministri dhe zona ministri tha që ende nuk kemi një projekt, po dihet që ka filluar puna për ndërtimin e një resortit turistik. Po bëhet një zhurmë e madhe në ato 100 metra bulevard, rrjetet sociale, madje dikush një afërm nga jashtë, tha si është situata në Tiranë, kujdes mos dili nga shtëpia. I kthea përgjigje thashun, vetëm 100 metra bulevard janë ato që shep. Që folëm marrë, imagjino për një tuj që iso shqiptar. Po, por pra është një çështje që çfarë mendojnë shqiptarët, ta themi tani. Dhe tani vim puna ti pyesim shqiptarët, dhe kjo është puna ime. Dje në orën 9 mëngjesit shpërndam linkun e plotësorit, deri në orën 9:30 diçka e tillë darkës, e plotësuan 1460. Është një kampion që përfaqëson popullsinë e rritur shqiptare me plus minus 2.6%. Do e kërkosh tabelën dhe ne? Dhe tani letësojmë tabelën. Nxjerrim tabelën e sondazhit Zaloshnës. Po Zaloshna. Atëherë, 55% kur i kemi bërë pra pyetjen a duhet vazhdojnë ndërtimi i resortit turistik në Zvërnec, 55% anojnë nga poja. 39.1% anojnë nga joja dhe 5.9% janë të dyzuar. Tani, jo më kot kam zgjedhur ngjyrën më roz këtu ta 55%. Jo, nuk është koincident. Jo, do ta shpjegoj pse e kam zgjedhur. Sepse në fakt aty mbizotrojnë votuesit pra ata që kanë votuar vjet për Partinë Socialiste, por ka dhe për te tyre. Më me sondazhin e të hënës ishte pësojë diku te 47-48%? Ajo ishte 47 atyre që kishin marrë pjesë votim. Këtu është e gjithë popullsia. E gjithë popullsia. Pra, përveç votuesve socialist, aty tra i 55% që 39% janë ata njerëz që votuan vjet. Aty ke njerëz që nuk votuan fare vjet. Ke njerëz që kanë votuar për parti opozitare, madje ka dhe njerëz që kanë votuar për Partinë Demokratike aty. Te 55%. Po. Tani te 39, se do na ikë Albatrosi. Te 39 do mbrasë Ylli Arkivi. Te 39.1%? Te 39.1% që nuk mbizotron, nuk kemi në një mbizotrim. Pra, ke të gjitha lloje, ke edhe votues, edhe mos votues, edhe votues partish opozitare, ke edhe disa socialistë aty. Pa le të themi opinione shqipërzjer. Te 39.1% që politikisht nuk mund vësh. Po edhe te 55 prapë ka dominancë. Jo, mbizotron votuesi Partisë Socialiste. Po te 5.9%? 5.9% që është një gjë shumë e vogël për ta analizuar. Albatros, me që ti do na ikësh përpara. Më la shumë, domethënë, përshtypje marrëzhi i gabimit, që duke ditë metodologjinë e punës mendoj që është i saktë, duhet ta themi marrja e gabimit të 2.6%. Këtu ka më shumë pro se sa kur Mali Zi ka shpall pavarësi. Mali Zi e ka shpall pavarësinë se ka pas 4 miliardë do shumë pak diçka. Dhe unë mendoj që shqiptarët në përgjithësi e dojnë zhvillimin. Mendoj që këtu në Shqipëri ka një keqkuptim mes brezash. Brezat më të mëdhej që e majnë men komunizmin, e majnë men në vitet e 90-ta, varfrin, e majnë men pritjen para ambasadave për viza, e kuptojnë rëndësinë e këtyre gjërave. Se Brezi i ri merr for granted. Brezi i ri, i cili është rrit me idenë që shkoj në aeroport edhe marr një bilet 30 euro shkoj ku du, nuk e din si ka puna deri aty që ai më shku në aeroport pa e pyet ken me 30 euro me udhtu ku don. Domthonë nuk e ka atë mbamendje dhe tash flet aty për dua trena, dua gjëra tjera. Edhe këtu ka dhe një keqkuptim mes brezash, edhe pajtohem me ato që ka tha Skënderi, po jo për arsye që i tha ai, që kryeministri Rama duhet ta di që tani jo është një gjeneratë shqiptarëve që nuk e man men 2013. Unë kam qenë me shokët e mi, ku kanë festuar në shesh, edhe kanë përjetuar si një çlirim fitore në rilindjes 2013. Sot është një brezë shqiptarëve që nuk e manë mena as Saliun. Menon që Saliu është një plak i lezetshëm aty që bën me interesante.
Edhe tash këti, Brezit ri shqiptarëve, duhet t'ja shpjegosh gjërat dhe duhet, nëse të mendon me qëndru në pushtet. A nëse do në mu të rejtë katunë, si thot ajo është tjetër muhabet. Por nëse mendon me e qu projektin e ti më tutje, duhet t'ja u shpjegoj shqiptarëve, ndonjëherë edhe me pasionin e një mësuesi në kopsht. Sepse jetojmë në kohën e memeve, ku gjërat janë të një natyre të një natyre të tillë. Dhe si që theksova dhe më përpara pushimit, në fakt një sondazh privat që ishte bërë vetëm 48 orë para këtit, ajo anoj nga poja ishte poshtë 50%. Pra, ndryshimi ka ndodhur për 48 orë ku kryeministri në mënyrë intensive ka shpjeguar qa po ndodh, qa do bëhet, qfar do bëhet, edhe qfar të mirësh do ketë Shqipëria nga kjo gjë. Unë jam shumë i sigur që kryeministit ja kanë bërë forward ato shumë selfie video që i kanë bërë rinia shqiptare në për rrugë edhe që kanë thënë dua këtë informacion, dua këtë, se edhe ai ka reflektu, sepse tash ne gjithë njojë... Rama nuk është kaq emocional, Rama reflekton sidomos ku shef sondazhet. Është njëri politik, Skënder. A mund t'i unë? Do të qovësh një batut nga Skënderi dhe të qovësh vetëm opinionin Rama dhe tjerët dhe pas ta ikë. Jo, se tu i batun, du me falë tamam. Atëherë, nëse do me folë tamam, ata të regojmë në tabelën tjetër edhe pas ta fjale për Skënderin. Pyetja e dytë që kishim në sondazh ishte opinioni që kanë për dy politikanët kryesor, pra u pyetën për cilin prej tyre keni opinionin më pozitiv. Dhe 48.5% zgjodhen Ramën, 19.2% zgjodhen Berishën dhe asnjë nga dy 32.3%. Që lidhet me atë sondazhin e ati institutit suedez, që ka thënë janë 30% e shqiptarëve që ndihen të papërfaqësuar. Po, dhe ideja këtë dësha të pyesja ty paracitikisht, 32.3% thonë asnjë nga dy. Sa i sheh këta te protesta e këtyre ditëve? Unë kam pas qasje në hulumtime ndryshme të opinionit publik Shqipëri, sepse vendet e tilla si Shqipëria, Kosova, Serbia, Malizi, Bosnia, ka institute të specializuar që merren tërkohën me trendet politike, me zhvillimet, me të gjitha, sepse jemi fatkeqësisht akoma pjesë e këtij laboratori, çfarë do të bëhet me sigurinë e përgjithshme të Evropës, kalon nga ne. Edhe në gjitha këto analizat e fundit, vetëm një prej tyre është bërë publik, thuhet që 30% e shqiptarëve, ata votojnë, por në vetveten, në brendin e tyre ndihen të papërfaqësuar. Pra do donin diçka tjetër. Do donin diçka të re, dhe kur shtrohet pyetja e preferencës ndaj personit, mendoj që kjo është edhe është moment reflektimi për Ramën. Po dhe kush do që mendon me trashëgu Berishën. E vërtet. Mirë, Albatros, ty të faleminderit, fala yllit, së të reakimit. Atëherë Skënder, fjala për ty. Më falë se duhet bëdhe një koment që të lidhë dy këto grafikët. Se ka një lidhje, se janë po të njëjtët njerëz janë përgjigju, dhe për pyetjen e parë dhe për pyetjen e dytë. Pra, duke kryqëzuar tabelën e parë me tabelën e dytë, këta që thonë asnjë nga të dy, pra nuk preferojnë asnjë nga të dy, këta përbën shumicën dërmuese të atij 39% që është kundër edhe vazhdimit të ndërtimit të resortit. Pra përbën shumicën. Po, rikthehemi në grafikës tjetër, ju lutem. Okej, po Skënder. Në mirë ke kjo. Unë mendoj Sokol se kjo është prova më e prekshme materiale se ata që protestojnë nuk e kanë me zvërnecin. Pra, këtu jemi, mendoj unë, në shifrat, supozoj, të para ngjarjeve që ndodhen dhe të para konfliktit me policin, jemi në një situatë normale ku një pjesë e popullit e do këtë projekt, një pjesë tjetër nuk e do. Më shumë janë ata që e duan, më pak ata që se duan. Kjo është një pasqyrë normale, që do të thotë automatikisht dhe me logjik bazike, kjo e heq zvërnecin nga tavolina e problemit që kemi ne tani. Dhe unë këtë tezë mbroj dhe kam thënë dhe të hënën, që nuk ka të bëj me zvërnecin problemit. Ta gjejmë se ku ka të bëj. Të bëj unë një supozim, si qytetar. Vjetë kam kaluar pushimet në Bregdetin e Jonit, nga Borshi deri në Drimadh, dhe sinqerisht, unë nuk si qytetar, nuk arrita dot të pushoja nga intensiteti ose ta quaj pushim të paktën, normal,
nga intensiteti i ndërtimeve që kanë nisur, do me thënë, me start nga Vlora deri... E thashë edhe unë fillim, pëse s'këndërë që kësajt kjo meriton një emision tjetër. Pa tjetër. Se sot po flasim për Zvërnecin. Po lexojmë shifrat. Po lexojmë shifrat. Pra, unë mendoj se për t'ju kthyer gjithmonë atij momentit komunikimit, me njerëzit duhet folur, me komunitetet lokale duhet folur, me qytetet dhe bashkit duhet folur, sepse ky model zhvillimi që është zgjedhur, qytetari do ta di që unë do duroj, po them, komplikacionet që vinë nga ky model zhvillimi për kaq vite, por do t'i shoh përfitimin në vitet që vinë. Pra, pse bëhet, me ç'kosto bëhet dhe ç'përfitime vijnë pas, se ka një përshtypje të përgjithshme që presioni që po vjen mbi territorin shqiptar për shkak të projekteve turistike, sidomos në vijën bergletare, është i madh dhe jo rastisht përmendet Riolli, vijnë pastaj ke Durrësi, Golemi, golemizimin e kemi thënë këto disa herë. Pra, edhe efekte që bregu i detit po merr një turistni e cila është e pazakontë. E vërtet. Dhe tani është gjithmonë ideja midis fitimit dhe dëmtimit. Zoja Ministre, fjala për ju. Bie shumë dakord për diskutimin e si duhet bëhet zhvillimi, e zhvillimit të qëndrueshëm, e si të kujdesemi që zhvillimi të mos preki natyrën dhe thash dhe përpara. Por me gjitha zhvillimet që janë bërë në turizëm, ato 5 miliardë euro që unë përmenda, janë 5 miliardë euro që shpërndahen në të ardhurat e çdo familje shqiptare. Pra, nuk mund të pretendojmë që do kemi turizëm nëse nuk kemi kapacitete. Neve nuk mund të pretendojmë që do kemi turizëm elitar nëse nuk ndërtojmë kapacitete për turizëm elitar. Dhe pa diskutim që efekti ekonomik i rritjes së turizmit është pozitiv. Është pozitiv jo vetëm në shifrat të zhvillimit ekonomik ose në shifrat të punësimit, ku duhet të ndaloj dhe këtu, sepse ky është një sektor i cili dhe pagat po i rrit shumë më shpejt se sa çdo sektor tjetër, edhe punësimin e ka rritur shumë më shpejt se sa çdo sektor tjetër, por edhe në familjet shqiptare. Edhe familjet shqiptare. Çmimet. Pra, gjithë dukuria e Airbnb-s që shumë shqiptarë kanë dhënë shtëpitë e veta me qira dhe përfitojnë të ardhura nga ajo, janë të ardhura që vinë nga ky fluksi madh i turizmit. A duam të qëndrojmë tek këto të ardhura dhe ky nivel turizmi, apo duam të kalojmë në një nivel turizmi i cili është më elitar, i cili sjell më shumë të ardhura, i cili ndikon në standarde dhe të hoteleve të tjera dhe të zhvillimit tjetër turistik, dhe kur flas për standarde nuk e kam vetëm për standardet e atij hoteli, por edhe për standarde mjedisore, edhe tash të ofrimit të shërbimeve. Unë mendoj që duhet që përqëndrimi, patjetër që vendimi është gjithë përfshirës, por përqëndrimi të jetë tek tërheqja e këtyre lloj investimeve që pa diskutim duhet të kenë kujdes të shtuar ndaj ambientit, kujdes të shtuar ndaj intensitetit të ndërtimit, pasi nuk mund të flasësh për ruajtjen e ambientit kur ke një intensitet shumë të lartë ndërtimi, si zonat që juve përmendët, por besoj dhe unë, siç e tha dhe ju përpara, që një brendet, një investitor i huaj do të kujdeset më shumë për të arritur disa standarde më të larta, pasi janë standarde që lidhen me gjithë modelin e zhvillimit që ato sjellin. Dhe benefitet e këtij investimi në të ardhmen do të jenë pa diskutim shumë të larta për gjitha komunitetet lokale që rrethojnë aty dhe për ekonominë e vendit, për këtë investim dhe për gjithë investimet që do vinë pas këtij, nëse neve arrim të ndërtojmë një model të suksesshëm. Delina Ibrahimaj, faleminderit që më nesondi shkënaqësi, që folëm për këtë temë delikate dhe të nxehtë. Faleminderit Skënder, faleminderit Zalosha dhe për sondazhin, faleminderit Albatrosin pak më herët. Kryesori kthehej sërish të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.